Florencë, faleminderit që pranove ftesën për intervistë. Shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Besoj që të gjithë që do shikojnë të thonë çfarë lidhje shpirtërore dhe dashurie kanë këta dy që e ftojnë emision. E din ata që kanë një lidhje të fortë emocionale me vëllezërit musliman Elbasan, dhe do ta kuptojnë. E kuptova. Unë them të nisim direkt nga pyetjet se ka ardhur nga Elbasani edhe ke edhe fushat mos të mbajmë më shumë kohë. Si ka qenë fëmijëria jote? Si çdo fëmijëri që ka filluar para viteve 90, një fëmijëri shumë e bukur, me shumë kujtime, por mbi gjitha me një familje të thjeshtë, e cila më ka rënjosur brenda vetes time dy gjëra shumë të rëndësishme: ndershmërinë dhe korrektësinë me njerëzit. Si ka qenë njohja me bashkëshorten? Në fakt, me bashkëshorten është histori e veçantë, nga këto historitë e filmave. Ne kemi qenë të dy në një grup rinor, maratonash, ku jemi njohur. Si fillim bashkëshortja një vajzë e cila ruante traditat e familjes, që nuk donte të shkelte në dras kalbur, unë pak çapkën nga natyra, ishte shumë skeptike dhe mosbesuese kërshime, por që unë isha i vendosur ke qëllimi dhe ke rajet e zemrës që unë kisha për bashkëshorten. Ishte vetmja mënyrë që unë t'i merra një fjalë po dashurie, dhe propozimi im ka qenë në skenë përpara 300 vetave, por që ishte në një numër kërcimi maratone, që unë e propozoj në skenë dhe i thoja pa më thënë po, unë nuk iki, ose do prishet numri, ose do e marrin vesh gjithë skena që ne të dy tashmë duhemi dhe ti nuk më kthesh dot me një përgjigje negative përveç pos. A keni bërë dasmë? Se ande nga zona ime nuk hedhin lek dhe unë nuk do e bëja kurrë, se do më ditë dasma me humbje, po Shqipëria mesme, Tirana, Elbasani kam dëgjuar që hedhin shumë lek. Nuk kam bërë një dasëm modeste, por do doja ta ndaja një gjë që është shumë e bukur dhe një kujtim si çdo çift kanë kujtimet e veta. Unë jam martuar përpos traditave shqiptare, duke mbledhur të afërm miq e shok në festë dhe për të gëzuar. Jam martuar në xhami, përpara hoxhës, përpara shumë njerëzve të cilët ishin të ftuarit e mi, dy dëshmitarve, ku babai vajzës u pyet nga hoxha që a je dakord që t'ja japësh vajzën djalit Fatmirit, Florencë Paos, për bashkëshorte, dhe bashkëshorta u pyet për kushtet që kishte. Kishte vetëm dy kushte: ndershmërinë që duhet ta kesh gjithë jetën dhe besnikërinë kërshime. Qëra të rralla këto për partinë tuaj, se mund të qëndrojnë besnikët e Ramës, po të bashkëshortet e vështirë. Për ata që i kanë syzet e plurosura nga militantizmi politik, po. Por brenda Partisë Socialiste ka shumë njerëz të ndershëm dhe familjar të mirë. Si e ke marrëdhënien me fëmijët? Tu është pak e vështirë. Është një punë shumë e madhe që bën bashkëshortja, madje kompenson edhe mungesën time dhe është nga pikat e mia më të dobta dhe nga tmetat e mia më të mëdha si prind që nuk ja jep dot kohën fëmijëve atë që ata duan në këto momente. Por si një mbështetje shumë e madhe që më vjen nga familja, misioni im është i qartë, të shërbej qytetarëve dhe fëmijët e mi të jenë krenar për atë punë që ka bërë babi vet për Elbasanit. A di recetën e ballokumeve? Recetën e ballakumeve nëse nuk do ta di çdo elbasanlli, atëherë nuk quhet elbasanlli. Madje recetën e ballakumeve ne keni marrë edhe ju këthe nga Tirana, që doni ta merrni festën e ditës verës, por që kryeqyteti i ditës verës është Elbasani. Receta e ballakumeve është recetë e cila është mira veçare dhe është një recetë që çdo kush që mund ta vjedhë është një kopje shëmtuar dhe nuk është një origjinal i mirë. A di këngën Elbasani bukur Elbasan? Patjetër, që nuk ka dasëm Elbasani që nuk hapet dhe mbyllet me këtë këngë, sinë nuk ekziston kjo këngë në dasëm, pra me hapjen e dasmës, atëherë është një mbledhje partie, jo dasëm. Atë kanë ngatëruar ndonjëherë në parlament me Edmond Spahën? Besoj nga mosha që kemi dhe nga qëndrimet politike, jo. Besoj që edhe Edmond Spahën ndihet i ri.
Një njeri i përhershëm për 35 vitesh politik që ndjek një të vjetër, po aq vite, besoj që nuk ka çfarë më t'japi as politikës as vetes vet. Kur ndihesh më mirë, kur falesh në xhami apo kur voton për faljen e gjobave si deputet? Në të dyja rastet unë ndihem shumë mirë, edhe për ata të cilët nuk kanë abuzuar, por që meritojnë një amnisti, përsa i përket faljes gjobave, por unë ndihem shumë mirë edhe kur shkoj në xhami, por edhe kur vizitoj çdo objekt kulti tjetër fetar, qoftë kish apo sinagog apo teqe apo çdo gjë tjetër. Por jam besimtar musliman dhe respektoj të gjithë besimet e tjera. Me sa jam informuar unë, ti edhe fizioterapist edhe mjek në të njëjtën kohë. Pse keni bërë këtë zgjedhje, na trego pak. Tani, historia ime e fizioterapistit, e mjekut reumatolog, apo dhe infermierit është sepse në shkollimin tim kam mbaruar, ose më saktë, kam dashur të vazhdoj dramaturgjinë kur mbarova gjimnazin. Dhe në moment që mbarova gjimnazin, kisha shumë dëshirë që të konkurroja te Akademia e Arteve, por për çështje sedre, sepse një shoku im i ngushtë shkoi përpara meje për të konkurruar, dhe komisioni asaj kohe që ishin ikonat e kinematografisë shqiptare dhe vazhdojnë të jenë akoma, provuan se si ishte të improvizonte, ndërsa bonte një monolog. Nuk e arriti dot qëllimit, kthehet në lagjen tonë ku ne rrishim shumë djem të njëjtës moshë, tregon se si ishin drejtuar komisioni për të parë improvizimin, leksikën, retorikën që ai kishte për të bërë aktor. Filluan të qeshnin siç ishin të qeshurat dhe ngacmimet e moshës, ndërto qesha dhe unë. Dhe më thotë që ti mos qesh shumë, thotë se do ta provosh nesër. Dhe unë edhe pse kisha bërë 2 muaj kurs për dramaturgjin për të bërë aktor dhe për të konkurruar te Akademia e Arteve, thash unë nuk i fare nesër dhe kështu nuk vajta për çështje sedre dhe pikmatje të moshës që në ato kohë ishin si çakmak. Dhe e vetmja zgjidhje ishte që të konkurroja në Universitetin e Elbasanit për infermieri, ku fitova. Në të njëjtën moment që u fitova dhe vazhdova infermierin, pash që mund të prodhoja edhe pak më shumë. Dhe i them prindërve që dua të bëj një shkollë të dytë paralelisht. Si familje e thjeshtë dhe modeste, më thoti më mirë rrite një shkollë se do ngelesh pa shkollë fare, se s'do bësh dot as atë. Edhe pa kushtet ekonomike ishin të vështira. Dhe i them një djalë i hallë që e ka emrin Shkelzen Bilo. Dhe i them ishte 6-7 vjet më i madh se mua, ishte emigrant në Greqi. Dhe i them dua të bëj një shkollë të dytë, por është privat. Kjo shkolla ka një kosto dhe unë nuk mund ta përballoj dot vetë. Por llogariti që ato pare mund mos i marrësh dhe kurrë sepse isha vetëm 19 vjeç dhe nuk i dija se si do t'i bëja. A ktheve lekët kushëririt apo? Ja kam kthyer dhe e veçanta është që më ka thënë një shprehje që e përdorin shqiptarët që kanë zemër të shumë të madhe. Kur ti kesh me thas do më japësh me trast. Dhe kam bërë shkollën e dytë për fizioterapist. Pa i thënë prindërve të mi, pa e ditimat që unë vazhdoja shkollën. E kam marrë vesh pasi kam mbaruar vitin e dytë. Dhe veçanta ishte që në vitin e dytë unë bëja praktikë në një klinikë në Tiranë, dhe atje klinika më jepte edhe pacient që ti bëja kundrejt honorareve në shtëpinë privat. Dhe vitin e tretë e kam paguar fal mbledhjes të këtyre honorareve që unë i shkoja nëpër shtëpia. Dhe posa kam mbaruar shkollën, kam filluar punë dhe 2 muajt e parë kam mbledhur të ardhurat dhe kam kthyer borxhin që i kisha djalit hallës. Dhe pas 6-7 vitesh që punova edhe në spital të Elbasanit, punoj edhe në klinikë private, u futa studimeve për mjekësi të përgjithshme nga viti i parë. 6 vjet sfidë, 6 vjet vështirësi, por pas 6 vjetësh ja dola të bëhem mjek, dhe pas 6 vjetësh mjekësisë përgjithshme, ku dhe u licencova, konkurrova edhe për specializimin e reumatologut, që mbaj dhe sot titullin mjek reumatolog. Si fizioterapist, nëse ndonjë nga kolegët e opozitës do ketë probleme me shpinën, me qafën, sepse seancat zgjasin më orë të tëra, a do ja fusja duart? Kolegëve apo kolegeve? Kolegëve dhe kolegëve. Tani, nuk ne kanë krijuar kurset në parlament që të kemi një shtrat të cilë të ishte edhe pacienti komfort edhe mjeku.
por vizitat e shpeta në ato kafet që ne ndajmë qoftë me kolegë të opozitës apo dhe të mazhorancës që ka nevojë për ndihmën time, patjetër. Profesioni i mjekut është përtej politikës dhe ne nuk shikojmë ngjyra politike kur vizitojmë. Thuhet që Edi Rama ka probleme me Mesin. A e keni këshilluar se çfarë duhet të bëjë dhe si duhet të qëndrojë në karrige apo ju nuk guxoni as ta këshilloni kryeministrin? Detyra e mjekut është të këshilloj çdo qytetar shqiptar për sa i përket problemeve shëndetësore. Kështu që kryeministri është një qytetar shqiptar i denjë dhe kur është dashur ndihma ime për të dhënë këshilla, patjetër më ka pyetur, por shpeshherë ne nuk e ngatrojmë politikën me shërbimin mjekësor, se pastaj do merret si servilizëm politik. Si duken një fizioterapisti, kolege deputete me taka 15 cm? Nuk i shoh koleget deputete nga këmbët e koka, po i shoh vetëm te pjesa e kokës se çfarë do prodhojnë për politikën shqiptare. Para pak orësh ke bërë një deklarat, na e kërkojnë ulësiun gratë. Këtë e the vetëm se e di që do diljet e faqja ime, apo ti vërtet beson që ulësiun e kërkojnë gratë? Charmi i ulësiut është ke fjala dhe ke stili veshjes. Kështu që unë ndjeva xhelos që aty në parlament ai ka më shumë gra edhe deputete, por edhe jashtë parlamentit që duan të bëjnë një foto me ato se ndaj kafe. Një ndërtoj edhe ti. Kështu që unë ndjeva xhelos për ulësiun. Mos bëj foto se jam unë xheloza. Si besimtar që je, a është më e vështirë të agjerosh apo të mbash premtimet në politikë? Besimi është personal. Premtimet janë për qytetarët. Unë kam 25 vjet që agjeroj dhe nuk e kam të vështirë sepse një njeri i cili pret shpërblimin ta marrë nga Zoti dhe jo nga njerëzit, kjo gjë e bën më të lehtë. Ndërsa përse i përket premtimeve elektorale, por dhe premtimeve që i kam bërë njerëzve, sinqerisht kam bërë aq sa kam mundur, jo aq sa kam dashur. E ke lënë ndonjëherë seancën për të shkuar për të falur në xhami sepse ke dhafër? Seancat parlamentare janë seancat që zgjasin me orë të tëra dhe aty më kanë çuar qytetarët shqiptarë dhe primare për mua është që t'i shërbej qytetarëve shqiptarë. Për sa i përket largimit për të vajtur në xhami apo për të falur, nëse do kishe pak më shumë informacion është që kur ti je udhëtar, ti mund t'i bashkosh të dyja namazet bashkë, kështu që ka lehtësira në fe për ata të cilët janë udhëtar dhe bën një punë intensive dhe kërkon një përkushtim dhe angazhim maksimal. Unë vetë besoj që është më mirë të falesh se sa të humbas të shko në atë parlament, po gjithsesi është çështje zgjedhjesh. Unë e kam mision politike, nuk e kam detyrë dhe profesion, kështu që si mision unë besoj që ti shërbesh qytetarëve është adhurim ndaj Zotit. Pse zgjodhe që ti hysh politikës? Se mund të ishe shumë mirë si mjek edhe si fizioterapist, edhe mos kisha fare nevojë për të marrë me politikë. Të shpëtosh një jetë është njësoj sikur ke shpëtuar gjithë njerëzimin. Këtë mjeku e bën për ditë. Por nëse ti je deputet, mund të shërosh edhe sistemin shëndetësor dhe ndihmosh më shumë se sa një jetë. A mendon se fitohet mandati deputetit në Elbasan pa ndihmën e bandave? Tani kjo fjala banda, unë mund të them që kam ja 3 ose 4 banda pas vetes. Kam fjalën për banda kriminale, jo. Mendova se banda muzikore. Unë kisha për banda muzikore, se banda kriminale Elbasani nuk ka. Mund të ketë individ të cilët janë të inkriminuar, po Elbasani është qyteti i luleve, i dijes, i ditës verës dhe nuk ka banda. Ata të cilët e personifikojnë Elbasani si qyteti i bandave janë vetëm politika e mbrapshtë e opozitës dhe mediat e blera. Për ty e di që e besimtar i mirë sa e di nga vëllezërit e mi musliman në Elbasan, të cilët që rastin të përshëndes, kam një marrëdhënie shumë miqësore. Po a mendon se e përdorin politikanët fen për të bërë fushat, se ka dhe nga ata që pinin alkool gjatë ditës dhe pastaj në darkë shkonin në iftar? Besimi është personal. Shpërblimi është ke Zoti, jo ke njerëzit. Besimi duhet të të bëjë më të mirë, po jo të të bëjë më servil dhe më të shtirë. Ata që bëjnë këtë gjë janë servil dhe të shtirë.
A mendon që njerëzit gjejnë më shumë zgjidhje në parlament apo në xhami? Njerëzit gjejnë zgjidhje shpirtërore në xhami dhe zgjidhje jetësore në parlament. A mendon që mjekra e Edi Ramës është halal sipas kritereve që ka feja islame për gjatësinë për formën për? Unë mendoj që është stil dhe karakteri i Edi Ramës. Siç e thash edhe më herët, unë e respektoj shumë komunitetin musliman në Elbasan, por dua të di si arritet t'ja u fitosh zemrën ti, se mua më është dashur shumë punë. Unë nuk jam përpjekur edhe një herë të fitoj zemrat e tyre, por të fitoj kënaqësinë e Zotit. Dhe besimi në Zot është pa interes dhe pa ndërmjetës. Pastaj si një djalë që ka 25 vite që beson dhe praktikon në të njëjtën kohë, nuk është e vështirë nëse ti je natyral, organik dhe i drejt për drejt. Kur futesh në parlament, a kalon nga hyrja afër xhamisë apo nga ajo tjetër afër qendrës tregtare? Në fakt, kur është trafiku më i lirë aty vete, nuk është se ndikohem nga kjo gjë. A ju ka thënë Edi Rama që ju muslimanët duhet të bëni dua për mandatin e 4? Edi Rama thot punoni fort për Shqipërinë 2030. A ju lejohet që gjatë fushatës ty si musliman të shkosh në klube nate apo të dëgjosh këngët të noizit që përfshin drogë, dhunë? Jo detyrimisht ti mund shkosh në ato lokale, unë nuk shkoj jo vetëm gjatë fushatës, por edhe gjatë ditëve jashtë fushate nuk i frekuentoj këto lokale, por çdo lokal që ti shkon ka muzikë, kështu që unë nuk shikoj fjalët, po melodinë atyre dhe tingujt e muzikës. Tani po ikim nga politika dhe po kalojmë tek pyetjet si mjek. Si mjek, a mendon që doktorët janë më të suksesshëm me femrat, se kam parë këto filma Doktor Zhivago, Doktor House e tjera? Spari personalisht do të jap pyetjen nga ana personale dhe pastaj në parim. Spari kam pasur sukses me gratë sepse bashkëshorten time që është më mirë se sa mua, e kam zgjedhur dhe më ka zgjedhur përpara se unë të isha mjek. Ndërsa për parimin që janë suksesshëm mjekët me gratë apo jo, tek Doktor House kam parë një shprehje që gratë duan mjekët derisa martohen me to. Dhe duke qenë se mjekët janë njerëz që i bëjnë zemrat rrajin fort, ja fitojnë zemrën edhe grave. Por jo çdo rraj e zemrë është shprehje dashurisë, ndonjëherë është dhe tensioni i lartë. Cila shkakton plagë më të madhe, plumbi apo largimi i mjekëve nga Shqipëria? Të dyja dhe mi fort për hir të vërtetës, po plumbi le plagë në trup, ndërsa largimi i mjekëve le mungesë të shërbimit mjekësor, gjë që ne kemi investuar dhe po investojmë fort, që të mbajmë mjekët tanë këtu, por edhe të rikthejmë ata të cilët janë larguar dhe mos qaj mungesën e tyre. A mendon se shqiptarët janë të ndërgjegjshëm për kujdesin shëndetësor apo vazhdojnë të besojnë se e kanë nga syri i keq dhe magjia? Ne në fshat, kur sëmure lopa merrim direkt veterinerin mes natës, ndërsa kur sëmureshin vetë prisnim deri në mëngjes sa të na ndalonin dhimbjet, pastaj duke parë duke bërë. Tani, shqiptarët janë gjithmonë të kujdesshëm për sa i përket shëndetit të tjerëve. Ndërsa për lopën, lopa nuk duhet ngordhi se është investim. Përpara shumë vite shqiptarët më fort kanë besuar ke rakia, aspirina, kripa apo dhe ndonjë fallxhore fshati. Them të rakia ke aspirina që mos keq kuptohet, sepse shpeshherë kur ke një dhimbje lumbare apo një dhimbje mesi, raki me aspirinë. Na kanë fërkuar dikur me raki dhe aspirinë për të nxjerrë të ftohtin. Për të nxjerrë të ftohtin. Ndaj e them rakia, aspirinë dhe kripa, por sot kanë ndryshuar. Shqiptarët janë bërë më të kujdesshëm. Por vonde ka dhe nga ata të cilën dhimbjen e kalojnë me durim dhe me çaj mali. Florenc, është ulur mesatarja e pranimit në Fakultetin e Mjekësisë. Si mendon që do jenë këta mjekët e sardhmes? Është një pyetje shumë serioze në fakt për ta kaluar me batut, por nuk mendoj që është ulur numri i mesatares, madje është shtuar dhe cilësia dhe filtra
për të futur në Fakultetin e Mjekësisë. Me sa di unë, mesatare është ullur. I vetmi vend që në Ballkan dhe në Europë me mjekësinë ka pasur vetëm me mesatare ka qenë Shqipëria. Unë kam qenë pjesë e Komisionit të Shëndetësisë dhe të Arsimit, kur përpara 2 viteve Ministria Kushi solli në parlament dhe unë e mirëprita shumë që në Fakultetin e Mjekësisë, duke qenë se mjekët janë qenie të veçanta, që misioni i tyre është dhe programohen për të shërbyer të tjerëve, përpara se të futen në Fakultetin e Mjekësisë, të noshtrohen dhe një provimi për te mesatares. Kështu që dëshira e qytetarëve shqiptarë dhe e trive për të bërë mjek vazhdon të jetë e madhe. Madje ne kemi futur dhe këtë filtrin e provimit për të pranuar në Fakultetin e Mjekësisë. A mendon që Ministria e Shëndetësisë do ishte më mirë të drejtojë nga ndonjë mjek? Kjo ishte personale apo ishte kështu në parim? Parim. Në parim. Atëherë, në parim mendoj që Ministria e Shëndetësisë, në qoftë se drejtohet nga një mjek, do të thotë që ka më shumë emocion, më shumë zemër, jo vetëm nga ana teorike, po dhe praktike. Di më mirë se çfarë kërkon stafi, di më mirë se ku janë problemet qoftë vogla, qoftë mëdhaja të shëndetësisë, por në qoftë se nuk ka aftësi menaxheriale një mjek, nuk është ministër e mirë. Siç thotë një shprehje që unë e përdora edhe pak më lart, që një mjek shpëton një jetë, po një ministër mund të shpëtojë gjithë sistemin shëndetësor. Si mjek, cila është receta që do t'i jepnit partisë tuaj dhe cila është receta që do t'i jepnit Partisë Demokratike? Tash unë do ta përmbledh në politikën shqiptare, edhe pse ne jemi shumë të ndryshëm dhe rrugtojmë në karrexhata të ndryshme. Receta është e thjeshtë, efikase, por vetëm si çdo ilaç i mirë duhet përdorur në mënyrën e duhur. Dhe një recetë për politikën shqiptare do ishte një tablet në mëngjes esëll, transparence, një kokër në drek përgjegjshmërie dhe një shurup ndershmërie para gjumit. Kjo është recetë që do ndihmonte jo vetëm politikën shqiptare, po gjithë shoqërinë dhe do sillte produktivitet afatgjatë. Por mendoj që ka kundërindikacion dhe reakcion për ata të cilët kanë reakcion nga puna, llogaridhënia dhe ndershmëria. Ne ande nga zona jon kemi një shprehje, është si sëmundje butë. Cilit politikan do i shkonte për shtatë kjo shprehje? Mendoj që atyre politikanëve që nuk bëjnë zhurmë, mendojnë që nuk bëjnë dëme. Ka deputet që nuk është ndjerë zëri asnjëherë në parlament, prandaj po pyes. Dhe unë prandaj po them që mendoj që atyre politikanëve që nuk bëjnë zhurmë, atyre që nuk bëjnë dëme, nuk janë konfliktual, por e kupton që për 4 vjet nuk kanë bërë mirë. Dhe presin të bëjnë recidivën politike të mandatit të nesërme apo të mandatit të ardhmes. Për shkak të emigrimit të mjekëve, nëse do duhet i bëje thirrje dikujt të linte politikën dhe t'i kthejë mjekësisë, kë do zgjidhje? Sali Berishën, Tritan Shehun apo Flamur Nokën? Përse përket, unë mendoj që në qoftë se ti largohesh nga mjekësia, ke humbur edhe reflekset e mjekut. Kanë vite që të trej kanë humbur reflekset e mjekut, por edhe në politik nuk po bëjnë çuditëra, por vetë po bëjnë ata që 35 vite kanë bërë, të mbajnë pek Shqipërinë. Po për hir të pyetjes duhet përgjigjem, kështu që mendoj që do sillja në sallën e operacionit Tritan Shehun, jo se me zor po pres që të operohem nga ai, por mendoj që edhe në sallën e operimit do fliste më pak se në sallën e parlamentit. Ndërsa për Berishën mendoj që është duke mbajtur opozitën me pajisjet e reanimacionit politik gjallë, kështu që është i zonë, nuk ka kohë të kthehet në mjeksi. Ndërsa për Flamur Nokën besoj që nuk ka pasur asnjëherë dorë për bisturi, po mendoj që i duhet një kurs për traumat urgjente, jo për vete, po për tjerët. Me cilin pavion gjanë parlamentit shqiptar? Mendoj që ngjan me urgjencën, me pavionin e urgjencës, shumë zhurmë,
pa koordinim dhe ndonjëherë mungon edhe mjeku i rojës që t'japi shërbim dhe secili është me diagnozë të vetën te koka vet. Këta politikanët që kujtohen njërë në 4 vjet për hallet e njerëzve, a mendon që vuajnë nga ndonjë lloj amnezie? Po, mendoj që është një lloj selektive amnezie, që shfaqet si elektroamnezi herë në 4 vjet, që sa mbarojnë votimet, harrojnë dhe rikthehen prapë pas 4 vjetësh. Pse duhet të votojnë qytetarët e Elbasanit? Deri i madh që më është bërë që nga 2017 që jam bashkangjitur Partisë Socialiste, që kam qenë në listat fituese, 3 gjëra që i kam pas si busull orientimin për politikën, por dhe për udhën e jetës time. Ka qenë integriteti, ndershmëria dhe transparenca me qytetarët. Po ta tregoj edhe ty, në qoftë se më lejon, sepse i tregoj në çdo takim që janë përpara qytetarëve. Kur hyra në politik në vitin 2017, babai më mori veç, unë isha vetëm 32 vjeç në ato kohë, dhe tha duhet të them 2 fjalë. Fjalët i mbaj mend akoma dhe janë amanet për zgjallje se i mat është akoma gjallë, dhe më tha nga ky moment e tutje, që ftesës që ju përgjigje dhe deri që të bëhe Partia Socialiste, duhet të mbash me këto fjalë. Të ardhmen, edhe mund të duash ta zbukurosh, edhe mund të duash ta ndryshosh. Të kaluarën as e shet dhe as e fshin dot. Kujdes, mos harro kush ke qenë, se do harrosh kur do vesh. Dhe kur mos ha haramin, po ha halalin, se do ta vjellësh ti, do ta vjellën edhe fëmijët e vet. Kjo është motoja ime politik. Qëndroj korrekt, i ndershëm dhe transparent me qytetarët. Faleminderit për intervistën. Tani në mbyllje të intervistës, përveç se të falenderoja shumë për kohën dhe minutat që më kushtuat dhe për energjinë pozitive që më dhat. Unë në fakt prisja që ta kishte bërë Ulsiu dhurat, por duke qenë se Ulsiu është shumë më i zënë se sa unë me fushat, vendosa që unë të bëj një dhurat. Shpresoj mos ta bëj xheloz Ulsiun. Kjo është edhe bluzja e Partisë Socialiste dhe numri 5, ku të gjithë qytetarët shqiptarë duhet votojnë për Shqipërinë në integrimin evropian. Unë nuk do të kem të bëj fare me partinë tuaj dhe këtë kam shprehur publikisht, po për hatrin e Ulsiut do ta marr. Edhe si diet, mund ndoshta s'do më duhet ta nxjerr kur këtë bluzën se mund të vi PD-ja në pushtet edhe. Basta s'do kemi nevojë që ta përdorim për në një institucion që na hapen dy. Shpresoj që xhelozia e Ulsiut mos shkojë deri atje sa të vë drejtësinë mbrapa për dhuratë që Për hir të partisë e pranon Ulsiu.